dështuar edhe sot konstituimi i Kuvendit Kosovës, zhvillimet i kanë ndjekur nga afër gazetarja Blerta Dalloshi Berisha, me cilën do të kem tani një komunikim të drejtë për drejtë. Blerta, së pari çfarë ndodhi në këtë mbledhje të 9 të Kuvendit, duke patur parasysh se fillimisht ka patur edhe një takim mes Kurtit dhe Memli Krasniqit. Fakt, takimi i Kurti Krasniqi nuk është ndonjë rezultat, pasi palët nuk ndryshuan qëndrimet e tyre. Qoftë Partia Demokratike që kërkon të mos e votoj Albulina Agjiun, apo Lëvizja Vetëvendosje nuk është se ka dhënë ndonjë alternativë. Më pas në seancën e Kuvendit, kryesuesi hodhi në votim, do të kërkoj formimin e një komisioni në mënyrë që të votohet në mënyrë të fshehtë, duke bazuar këtë në aktvendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Megjithatë, grupet parlamentare të Lidhjes Demokratike, Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe listës serbe nuk e pranuan këtë propozim dhe seanca u ndërprej dhe nuk u hodh fare në votim madje emri i Albulina Agjiut, emri i kandidatës, të Lëvizjes Vetëvendosje, kushdo që do të ishte, dhe në këtë mënyrë seanca u ndërprej për të vazhduar pas 48 orësh. Ndërkaq, Blerta, cila është rrugëzgjidhja, çfarë thon palët për këtë? Palët vazhdojnë të kenë qëndrimet e tyre, do të thotë ata nuk e duan emrin Albulina Agjiut nëse duan që t'ja japin votën, pavarësisht se thonë se nuk e kanë obligim që t'ja krijojnë numrat Lëvizjes Vetëvendosje, derisa Lëvizja Vetëvendosje i kushtozon ata me emrin e nënkryetarit, ndonse partitë opozitare nuk kanë kërkuar vota nga Vetëvendosje për emrat e nënkryetarëve, dhe kjo çështje sipas tyre as nuk do të duhej që të diskutohej fare. Dhe janë pyetur gjithashtu deputetët se pse këtë çështje nuk e dërgojnë në gjykatën kushtetuese, por kanë thënë se ende nuk ka veprim dhe në këtë mënyrë nuk ta dërgojnë çështjen kushtetuese. E qartë atëherë, Blerta, të falenderoj për gjitha këto informacione.